më përmende më në fund, kënaqësi të përballem këtu me ty, se ta thash atje tek deti i Fierit, po nuk më besove o Xhan, nuk më besove. Ti Gazo, erdhe në Fier këtu më shik tej, shiko në sy. Po, shiko illo. Ti erdhe në Fier vetëm për të pirë gjini o yll bote. Atje në 2 të natës e për të shkëlqyer sy xixa, gjithashtu edhe për të ngrënë qoftet e lokali Lagjes. Për këtë erdhe ti, sepse ty nuk pati fierakta atë deret, nga Lushnja, nga Divjaka, nga Roskoveci e nga Patosi. U kalove gjyshërve atje në Patos edhe nuk i ndinjuan të shihnin fare. Në Roskovec, qa të bëri Roskoveci dashur Gazo kur dole në pazar? Ike më përpara se sa të vije. Ti ylli i Fierit, për këto do të mbahesh më në Fier. Kanë kaluar kaq muaj nga zgjedhjet. Pse s'ke shkuar atje tek ata pak demokrat që i dhanë ato vota për Gentin? Këtu duhet të ishte Genti me Zana Numanin, e jo ti ylli i Fierit. Po ti duhet ma dish mua për falemderit që doktori nuk të hoqi nga i vendi vetëm për mos më bërë mua qefi. Kështu yll. Riset, tek fjalimi do të kujtoj një shprehje të bukur që ja ke thënë babi të Zenit. Do ta them yll. Do ta them. Po, ma ka mësuar ata që pihet i gjini, ajo është kategoria jote, se unë nuk i njoh. Kategoria jote, o yll. Po ti je një njeri që vetëm për të përdredhur erdhe në Fier me atë trupin tënd si për tek domatesh. Kaq kisha unë. Do të përball. Faleminderit, zonja. Ju lutem qetësi. Qetësi ju lutem. Zonja Josefina Topalli për procedurë. Zoti kryetari i Parlamentit, pa dash të bëjnë të reflektojnë, kur kam hyrë për herë të parë në Parlament, Partia Socialiste është përfaqësuar nga Fatos Nano, Dritër Agolli, Profesor Servet Plumi, Namik Dokle e tjerë. Që të përfundojnë Partia Socialiste në parafolsit nuk e kisha imagjinu kur. Nuk mund ta kisha imagjinu kur. Tani, keq përdorimi që i bëni deputetëve për të firmosur ndryshime në ligjet që ju i keni futur sot në rendin e dis, i keni në kalendar dhe në program, është gjëja më e rëndë që mund të realizohet nga një kryeministër. Sot keni futur në rënd të ditës atë që ju quani me një emër shumë të bukur, ligji për qeverisjen elektronike. Në fakt është ligj mafjet. Siç është një ligj i tmerrshëm ndryshimet për kodin e procedurës penale, që është një ligj që mbron veten kur drejtësia të troket tek zyra jote. Në fakt, ligjvënësi i vërtet në këtë sallë dhe në anën e majtë është frika. Ju sot keni frikë. Ju sot keni frikë, prandaj ndryshoni ligjin për kodin për procedurën penale për t'i dhënë vetes si super imunitet. Ju sot keni frikë sepse ndryshoni ligjin për akshin për të justifikuar praktikat korruptive të mëparshme duke menduar se ato do të bëhen të ligjme. Ju keni frikë, sepse ju keni sjellë propozimin për ligjin për portet dhe portile që është një tjetër akt korrupsioni super mafios, që kërkoni të justifikoni të gjithë praktikat super korruptive përmes amendimeve që ju po bëni sot. Dhe përveç këtyre, keni amendime të tjera, qoftë për parqet e Duranës, që kërkoni edhe një herë se nuk jeni ngopur akoma, që të merrni pa taksa, pa dogana, të gjithë klientelet tuaj. Kjo takëri me krimin në formën më mafioze është gjëja më e paimagjinueshme në një shtet që presupozohej që do të kishte transparencë, do që heq transparencën, që presupozohej se do të kishte garë, po ka zhduk konkurrencën. Në një shtet që prej 28 vitësh ka kryeministrin e ekzekutiv herë në pozitën e kryetarit të bashkisë, herë të qeverisë, por pushtetet e gjata të marra përmes procedurave fars elektorale, fillojnë dhe mendojnë se ato janë të përjetshëm, por koha ka tregu se kundërta ndodh. Ndaj dhe ligjvënësi i vërtet sot është frika. Ju keni frikë,
Prandaj firmosni çdo gjë. Ju keni frikë dhe doni mbrojtje kur ato trokasin te dera. Nuk është drejtësia kur i një grup shteti. Përkundrazi, është kufizimi i pushtetit dhe ju këtë si koncept nuk e pranoni kur. Të përfundoj fjalën. Fliheni si popcorn këtu. Procedurë, zonja Çavushi, ju e keni kërkuar. Mirë, një replik, 2 minuta, zonja Çavushi dhe vijojmë. E dashur Jozefin, ti duhet ja dish për falemnderit doktorit se luli të kapi prej zhelesh edhe të qiti jashtë. Unë e kuptoj që ti ke nostalgji për atë kohën tënde, ishte koha të arta ato, por e dashur zonjë, gjërat kanë ndryshuar tani. Jemi në një epokë tjetër, nuk jemi më në ato epokën tënde kur të kapje prej zhelesh e të qisje jashtë nga atje lart. Falemnderit. Faleminderit. Pika e tretë, interpelancë me Ministren e Ekonomisë dhe Inovacionit, zonjën Delina Ibrahima, i kërkuar nga deputetit Agron Sheja dhe Erald Kapri. Ju informojmë se deputetit Agron Sheja dhe Erald Kapri nëpërmjet shkresës numër 241, datë 19/1/2026, kanë kërkuar një interpelancë me Ministren e Financave, zotin Petrit Malaj, lidhur me projektin e parkut virtual teknologjik Durana. Nga verifikimi i kërkesës rezultoi se objekti i interpelancës bie në përgjegjësinë e Ministrit të Ekonomisë dhe Inovacionit. Për këtë arsye, interpelanca do të zhvillohet me Ministren e Ekonomisë dhe Inovacionit, zonjën Delina Ibrahimaj. Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 810.1 e Kushtetutës dhe nenin 96 të rregullores kuvendit. Qëllimi i kësaj interpelance është të ofrohet informacion dhe shpjegim në lidhje me projektin e parkut virtual teknologjik Durana. Fillojmë duke respektuar minutazhin e përcaktuar në nenin 96 të rregullores. Zoti Shejaj, keni të drejtë për të parashtruar interpelancën, 7 minuta. Faleminderit, zoti kryetar. Unë në fakt interpelancën e kisha kërkuar me Ministrin e Financave, po ju, siç e thash, nuk pyesni për kërkesat, nuk pyesni për rregulloren dhe vendosët që të ma jepni interpelancën me Ministrin e Ekonomisë. Tani unë them shqyr që pranuat interpelancën, se në përgjithësi interpelancat nuk i pranoni, kështu që po ngre pretendime se rrezikoj mos ta bëj fare interpelancën. Por nuk është në nderin e Ministrit të Financave të fshihet pas Ministres e Ekonomisë. Do ishte drejt dhe do tregonte burrëri nëse do dilte në interpelancë, do të përgjigje për çfarë ka bërë. Tani kthehemi te interpelanca. Zonja Ministre, tani çfarë bëjmë të zuri? Do përgjigjeni ju. Kam kërkuar këtë interpelancë në lidhje me Durana Park, zonja Ministre. Ky park do të ishte një park teknologjik, ku investorë të huaj dhe vendas do ndërtonin start-upe teknologjike, ku do krijoheshin biznese inovative dhe shërbime për perëndimin. Do ishte një park me të cilin ne do nderoheshim. Dhe ju premtuat qytetarëve shqiptar që për këtë qëllim duhet të premtojmë investitorëve të huaj dhe vendas që ata nuk do paguajnë taksa, do paguajnë 0 taksa, sepse kjo është mënyra e vetme që ata të zgjedhin të venë dhe të investojnë në Durana Park. S'mund t'ju kërkojmë investorëve të huaj, thatë ju 23% taksa, sepse ndryshe nuk vinë. Që kjo thatë shqiptarve, ju shqiptarë do vazhdoni të paguani taksat, këta nuk do i paguajnë taksat, dhe kjo është e vetmja mënyrë që ata të vinë të investojnë. Tani, po çfarë ndodhi, zonja Ministre? Ky ishte projekti që ju reklamuat, duke si Silicon Valley. Ky ishte projekti në Durana Park. Ky është realiteti, zonja Ministre. Fush me lop.